Angazhimet ditore i lan anash e për disa minuta u bën bashk në një vend. Hapja e fushatës sensibilizuese kundër kancerit të gjirit, që i sebepi që kjo sallë, mesditën e së enjtës në kryeqytet të mbushej plot me profesionist shëndetësor të mbjetuara të kësaj sëmundje e politikan. Këtu nuk mungoj as kryeministri në detyrë Albin Kurti. Nga kjo hapësirë ku në secilin cep dominojnë ngjyra roz, ministri në detyrë i shëndetësisë Arben Vitia u lavdërua pak për, siç tha, investimet e bëra viteve të fundit në sektorin që drejton. Janë blerë 3 akselerator të rinj, ndërta njëri është i pajisur me sistemin më të avancuar CRAD. Madje edhe lista e barnave esenciale po thuhet se u pasurua me ilaçe të reja. Ka 3 muaj që në listë esenciale kemi barnat e targetuar, barnat specifik për trajtimin e sëmundjeve të gjirit, me që rast e kemi rrit edhe në një nivel trajtimin e sëmundjeve me linje të gjirit. Kurtishi theksoi se aktualisht klinika është e furnizuar me 80% të medikamenteve të nevojshme për trajtim, derisa sqaroi se cilat janë ato që janë shtuar. Bëhet fjala për 2 barna blokator të receptorëve hormonal, të cilët ne i përdorim sot ato femra të cilët pas mjekimit medikamentos ose kimioterapeutik ka nevojë për përdorimin e këtyre barnave. Por pacientët po vazhdojnë të kenë paknatësi. Mungesë të stafit mesëm sidomos shëndetësor, mungesë të lokacioneve e aparaturave të avancuara. Më e dhimbshmja nga të gjitha këto është mungesa e kujdesit paliativ. Kjo fushat, që u nis zyrtarisht më 2 tetor, do të zhvillohet gjatë gjithë muajit nëpër të gjitha komunat e vendit.